po bëja dert me disa shokë të mi, edhe cilët më thanë, ma mirë po e hapim vetë, sido që t'jetë. Domethënë rrugës për me shku me diskutu, qysh me bo një marrëveshje për me hy në punë. Mora një ofertë nga një media shumë e njohur në Shqipëri, për me hap një radio që ekziston atje dhe është shumë e njohur, edhe në Prishtinë, nga pronarja atë botë, e ati mediumi, duke shkuar rrugës atje, po bëja dert me disa shokë të mi, edhe cilët më thanë, ma mirë po e hapim vetë, sido që t'jetë. Domethënë rrugës për me shku me diskutu, qysh me bo një marrëveshje për me hy në punë, ose me nis një projekt, me që po mëftonim bashkë me bo atë deg të radios edhe në Prishtinë. I tregova më pas për idenë, tha shumë më mirë. Edhe e shoha kapacitetin tënd e tjerë, se si rodhi biseda më pas le të mbetet atje ku ishte bërë, edhe vendosëm e hap radion. U kthyem në Prishtinë, nisëm me imbledh disa partnerë miq, edhe kështu e hapëm Gdhem radion, pa politik, me muzikë, një radio që funksionon pak më ndryshe nga ajo çfarë kishim bërë në mediat ku kishim punuar deri atëherë.